Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për komentet e fundit të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky lidhur me mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës si dhe të shqetësimet e opozitës për censurën mediatike. Duke u ndalur te çështja e Kosovës, Berisha e ka cilësuar si krejtësisht të papranueshme deklaratën e fundit të presidentit të Ukrainës, megjithatë theksoi se pavarësisht këtij qëndrimi, mbështetja e shqiptarëve ndaj luftës së popullit të Ukrainës kundër agresionit rus mbetet e pandryshuar. Kjo deklaratë e presidentit Zelensky vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantikut Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore anëtare të Aleancës Atlantikut Veriut, por nga ana tjetër deklarata është dhe një aspekt tjetër jashtë çdo konteksti historik. Shqiptarët janë një komb mik me kombin Ukrainas dhe në Shqipëri dhe në Kosovë ata janë solidarizuar plotësisht me luftën heroike të popullit të Ukrainës në udhëheqjen e presidentit Zelensky kundër agresionit barbar rus. Kreu i PD-s ndër të tjera ngriti shqetësimin mbi trajtimin e opozitës nga ana e pushtetit, duke akuzuar qeverinë se ka kapur institucionet dhe se po ushtron censur të plot ndaj zërit opozitar në media. Mediat e kontrolluara nga qeveria merren ditë e natë me shkrime, artikuj, lajme, debate kundër opozitës. Share of voice apo përmendja e partiva apo individëve nuk tregon as pak ndikimin e tyre mbi mediat. Tregon se sa herë lakohet emri i tyre dhe natyrisht në lakimin për keq nga mediat e qeverisë ka një person që është kampion dhe ky është Sali Berisha. Ka një person me artikujt, trillimet dhe mashtrimet me qindra mijëra miliona janë ndërtuar vila, pallate nga çakejt e qeverisë. Janë bërë milioner. Të gjitha koprolalit 24 orëshme të Ymer Çorapes, Carlo Bolinos, Sokol Ballukut, që janë non-stop me opozitën dhe Sali Berishën gojë, i quhen dedikim, i quhen hapësirë për opozitën. Berisha theksoi se mungesa e lirisë së fjalës përbën një problem të madh për demokracinë në vend.